14 maj. Idetë kanë pasoja. Qëllimi përfundimtar i kësaj porosie është dashuri. E para Timoteut 1:5. Viktor Frankl u burgos në kampet naziste të përshëndrimit, Auschwitz dhe Dachau gjatë luftës së dytë botërore. Si profesor judej neurologjisë dhe psikiatrisë, ai u bë i famshëm në mbar botën për librin e tij Në kërkim të kuptimit, nga i cili janë shitur më shumë se 8 milion kopje. Në atë libër ai shpalos thelbin e filozofisë së tij, e cila u quajt logoterapia, pra që motivi më themelor njerëzor është që të gjejë kuptimin në jetë. Në tmerret e kampeve të përshëndrimit, ai vuri re se njeriu mund të durojë pothuajse çdo si të jetës, nëse ka një pse. Por ciklimi që më preku kohët e fundit është ky. Jam absolutisht i bindur se qelit e gazit të Auschwitzit, Treblinkës dhe Majdanekut në fund të fundit nuk u përgatitën në ndonjë ministri apo diku tjetër në Berlin, por në tryezat dhe në klasat e leksioneve të filozofëve dhe shkencëtarëve nihilistë. Me fjalë të tjera, idetë kanë pasoja, pasoja që bekojnë ose shkatrojnë. Sjellja e njerëzve, e mirë dhe e keqe, nuk buron nga hiçi. Ajo vjen nga pikpamjet mbizotëruese të realitetit që zënërojnë në mendjen dhe nxjerrin të mirën ose të keqen. Një nga mënyrat se si Bibla e bën të qartë të vërtetën se idetë kanë pasoja praktike është duke thënë kështu. Sepse sa u shkruan më përpara, u shkruan që të kemi shpresë. Romakëve 15:4. Idetë e paraqitura në shkrime prodhojnë pasojën praktike të shpresës. Sërish Pali thot, qëllimi përfundimtar i kësaj porosie është dashuri, e pari Timoteut 1:5. Përcjellja e ideve përmes një nxitjeje ose përmes udhëzimit prodhon dashuri. Shpresa dhe dashuria nuk vijnë nga hiçi. Ato vijnë nga idetë, nga pikpamjet e realitetit zbuluara në shkrime. Një mënyrë se si shkrimet na tregojnë që idetë kanë pasoja është duke përdorur fjalët prandaj ose pra. Prandaj do të thotë se ajo që vijon më pas vjen nga diku. Për shembull, të drejtësuar pra prej besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit Zotit ton, Romakëve 5:1. Ose, tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, Romakëve 8:1. Ose, mos u shqetësoni pra për të nesërmen, Mateu 6:34. Nëse duam të jetojmë në fuqinë e këtyre prave jashtëzakonisht praktike, duhet që të mbërthehemi nga idetë, pikpamjet e realitetit që u shkojnë përpara dhe qëndrojnë nën to. Idetë kanë pasoja, prandaj le t'i sjellim të gjitha idetë tona nën autoritetin e fjalës së Perëndisë.